Qo, se s'ka fillu festa akoma. Do me fjetë që tani? Ja pak e lodhur nga rruga. It's your birthday. I'm the birthday girl. Mirë se erdhët në një tjetër vlog. Sot jemi në Milano. All the ladies hold up, hop in the ride, it's a brand new motor. Get on the fly, live la vida loca. Nobody find it's a Coca-Cola. Hold on. Kemi ardhur për fundjavën time ditëlindjes, si dhe për ekspozitën e shokut tim Wilmer. Dhe sapo kemi mbërritur. Sot desh kemi humbur avionin. Por rëndësi ka që erdhëm. Unë jam faktikisht deri tani nuk kemi humbur asnjë avion. Ç'është e vërteta. Tani do t'ju tregoj dhomën ku po qëndrojmë në Milano. Hoteli quhet Doria Grand Hotel. Ja. Kjo është banjoja. Tada! Dhe ka një vask, pastaj këtu është një si tip dollapi, me pasqyrë, hello. Dhe këtu është pjesa tjetër e dhomës. Është realisht e bukur. Po na përndjek pak ky stili. Hi hacker. Hello. Dhe tada! So, dhomën ja tregova dhe jam në këtë udhëtim që ju kisha thënë paraprakisht me hekrin, patë ne kemi lënë në Tiranë dhe jemi pak të mërzitur për këtë gjë. Dhe madje gjithë rrugës po flisim për Baton, për Rion, edhe ato e kemi lënë hotel. Rion e kemi çuar që dje në hotel sepse nuk na pranonin sot, po, mbrëm darkë, kemi çuar nga ora 8, sepse ishte orari i fundit i pranimit, duke qenë se sot mëngjes në orën 10:05 mëngjesit kishim avionin dhe nuk kishim mundësi ta linim se hoteli i Rios hapet në orën 9. Kështu që e quam mbrëm. Baton e kemi lënë te qerdhja. Fakti është që çdo ditë ne çohemi herës, paktën unë me Baton çohem që në 5:30 sepse do shiron Bato kështu. Gjeni pak. Sot nuk është zgjuar. Sot që duhet zgjohej, nuk është zgjuar dhe neve ram ngjuam shumë vonë, ishte ora 1:12, se mbaj më tamam. Kisha dhe babin në shtëpi sepse ai do merrte një avion dhe erdhi të flinte tek unë dhe asgjë, jam çuar në 6:30, kur kam parë orën kështu me vrap, kam bërë një dush, kam mbyllur valixhet, çuam Baton qerte dhe vetëm unë nisëm. Rrugës kishte shumë trafik dhe menduam që do e humbnim fluturimin, madje kam qenë duke kontrolluar dhe fluturime të tjera, sepse hekri ishte vendosur që do vinë në Milano s'ka, duke qenë se kam dhe 35 vjetorin. Le të themi që kjo rikthim në Milano është pak dhe një rikthim pak më emotiv, sentimental, sepse më rikujton shumë gjëra. Deri tani çfarë kam parë rrugës nuk ka ndryshuar asgjë. Nëse nuk do kishim këtë eventin që do ikim në darkë, sigurisht do kishim ardhur edhe me Baton, por këtë herë nuk bënte sens ta merrja Baton, se ndryshe nuk do kishim mundësi dhe t'i bashkoheshim me eventit, i cili u bë si shkas, si arsye për të ardhur këtu. Ja ku është hekri, unë jam ulur pak këtu sepse kam një dhimbje të vogël koke, dhe i thash hekrit le të dalim, jemi në zonën e Caiazzo, Loreto, pra afër Corso Buenos Aires, sepse gjithë e njohin Corso Buenos Airesin. Pra jemi afër centrales dhe Corso Buenos Aires, si zonë me hotelin. Hotelin e kam gjetur last minute faktikisht, dhe gjeta me një promo shumë të mirë, sepse kishte një kosto goxha të lartë, por e gjeta me një promo shumë të mirë. Megjithatë, e thënë kjo, hotelet Milano kishin vajtur në çmim me njerëz shumë të larta. Përveç kësaj, dhe autobusi që të sillte nga Bergamo në Milano kishte ndryshuar çmimin. Në kohën kur jetoja unë këtu, ka qenë diku 5 euro, më duket kurse tani ishte bërë 12 euro. Pra një më shumë se 2 fishim i çmimit. Okej, ram dakord me hekrin duke qenë se është ora 3. Ram dakord me hekrin që të dalim të bëjmë një xhiro këtu dhe unë dua të blej një shkum flokësh për të stiluar pak flokët për sot. Dhe hekri kishte nevojë të blinte një deodorant se e ka harruar dhe menduam të bëjmë një xhiro një orë këtu në lagje, ta quajmë, pastaj të vim të vishemi dhe ti drejtohemi zonës së eventit.
kisha gjithashtu dëshirë të bëja një video ose foto për sa i përket ditëlindjes time për ta postuar në social media. Do shohim se çfarë do mundem të bëj, sepse nuk kam planifikuar asgjë. Ky është një udhëtim shumë chill për qef, ku unë dhe Hekri do kemi mundësi të kalojmë pak kohë bashkë, ndryshe, të shohim pak Milanon, të shohim pak njerëzit, të shohim pak gjërat që ka po ndodhin, dhe të bëjmë një break. Duke qenë se edhe në Gjermani kur ishim shumë për punë dhe kemi qenë gjithë kohës me vrap. Dhe kështu, dalim loqë. Një çantë nga Dot Bags që e mora për ditëlindje. Shpesa e bukur. Thjesht dolëm, do shohim pak. Sot nuk kemi plane përveç se eventit. Nesër pastaj do shohim, do bëjmë disa gjëra ndryshe nga të zakonshmet këtu në Milano. Hoteli që ka as 2 minuta nga Corso Buenos Aires, që pastaj është shumë afër Porta Venecias, që pastaj u çon në San Babila dhe në Duomo, që mund të jenë rreth 20 minuta ecje, realisht që ka pozicioni top. Unë e pronotova te Agoda, që ishte me ofertë diku nga 550 euro. E mora me ofertë 280 euro me mëngjes për 2 net, pra i bie diku tek 140 euro, që për Milano nuk është trend, besoni, sepse flas nëse jeni pak ditë, nëse doni të lëvizni, mos merrni taksi, mos merrni shumë mjete transporti, dhe gjithashtu me mëngjes, që për ne ka shumë rëndësi, sepse pastaj jemi vërdall gjatë gjithë ditës, dhe më pëlqeu fakti edhe që nuk ishte Airbnb, sepse të dielën fluturimimin e kemi më vonë dhe mund të lëm dhe valixhet. Jam duke hyrë tek Flying Tiger, se dua të gjej një qiri. Këtu kanë dalë gjërat për Christmas. Kisha parë këtë Burger House-in TikTok, Krukat Street, dhe është pak me interiorin kështu me acciaio e kështu siç është në mod tani, dhe vendosëm që ta provojmë. Ju tregova pak të interiorin, tani të shohim se si është burgeri. Ndërkohë Hekri po studion pak gjithë situationin siç ka dëshirë ai. Yummy. Okej, erdhëm në hotel përpara se të bëhemi gati për ti për atje. Dhe do t'ju tregoj pak gjëra që morëm në Tiger. Morëm këto biskotat me xenxher, me ginger, xenxero. Dhe ishin shumë të mira, ishin fix Krishtlindjesh dhe nuk kushtonin shumë. Nëse vinë dhe në Tiranë, mund t'i merrni. Kishte edhe versione të tjera, por ne donim atë klasiken dhe ka goxha sasi. Ne provuam nga një. Kjo para se të zbulonim dhe burgerin, ë. Pastaj, mora unë një marshmallow gjigant dhe Hekri ta merre sepse unë jam fan se marshmallows, edhe pse nuk i ha shpesh, por i kam qef. Një okitask, sepse po më dhinte shumë koka. Domethënë sot ishte dita ku unë zakonisht jam shumë me energji në pushime, udhëtime të tjerë. Sot isha e vdekur dhe Hekri tha që tani dukesh më mirë, se si duket fillojnë bërë efekte dhe kjo. Nuk e di, kam ardhur shumë e lodhur, e raskapitur, më dhinte koka. Jam dhe para ciklit, ndoshta më vjen nesër ose pas nesër, kështu që ndoshta mund të dikoj edhe kjo gjë. Mora qirind për ditëlindje, edhe pse akoma nuk
kam gjetur tortën për të bërë foton dhe kam marrë dhe 2-shin, dhe 3-shin, dhe 5-ën që të bëj ndonjë video funny. Happy birthday, baby. Mora këtë shkumën që të stiloj flokët sot në efekt të lagur. Mora një që gjeta aty, nuk ka rëndësi shumë. Ky është dhe deodoranti i Hekrit. Kaq, nuk është se kemi marrë gjë tjetër. Dhe tani do pushojmë pak dhe do fillojmë bëhemi gati për eventin dhe për festimin e ditëlindjes, që do jetë bashkë me eventin. Gati. Pa, total black. Me gjaket poshtë, edhe unë me këtë fustanin këtu. Dhe i kam bërë flokët huat. Shtype. Më ndërqosh. Jemi këtu jashtë metros, në Kajatso, që është 2 minuta nga hoteli, sepse pas ka protest, shopero, kështu që nuk ka asnjë mjet transporti, kemi shkarkuar në 3 aplikacione për taksi, dhe taksit janë gjitha full book dhe nuk po arrim dot të shkojmë në vend. Një të merë. Më në fund, pas që së morën këmbë, arritëm në Brera dhe tek eventi. Eventi mbaroi dhe ishte shumë i lezetshëm. Kemi marrë dhe një gift bag, do t'ju tregoj kur t'arrim në hotel. Nëse arrim në hotel sot, dhe Hekri thot duhet patjetër gjejmë taksi të shohim. Ndërkohë jemi duke kaluar në rrugicat e lagjes time të preferuar në Brera dhe po i tregoja Hekrit se pikërisht këtu te kjo rrugica kam një foto e ulur, sepse po i tregoja si vinim këtej dhe kalonim bazditet, cilja dhe mamin, edhe mami kështë shumë qef këtë lagjen. Dhe, si që thash, ishte një nga lagjet, është një nga lagjet e mia të preferuara, do kthehemi nesër, sepse do vizitojmë disa gjëra specifike, dhe sigurisht do duket dhe më bukur se sa tani natën tërë. Dhe po diskutonim me Hekrin se unë kam qenë me Hekrin para 6 vitesh në Milano dhe kam sjell dhe në këtë lagje. Hekri tha jo, por, po, se hym nga ana tjetër, por tani ja kujtova nëpërmjet një nga kishave më të bukura këtu që e pas kanë pas kanë bllokuar sepse që kanë në rinovim. Tani do t'ja tregoj. Ja, kisha, zërini sigurisht shihni, por shumë e bukur, një ndër më të bukurat dhe Hekri ka një foto këtu. Madje atje mrapa është dhe një ndër dyqanet më të bukura Acne Studio, është një brand high fashion, shumë i bukur. Sigurisht expensive, po shumë i lezetshëm. Këtu me sa shoh që e kam duke bërë edhe Mercatini, pra tregjet e vogla, që bëse ka nisur, por nuk kem dalë akoma tek pjesa tjetër e qendrës, kemi ndetur aty rreth e rrotull hotelit. Për mua kjo është një lagje e preferuar sepse un kam edhe jetuar në fillim fare kur kam ardhur në Milano këtu. Ju kam treguar që lagja ime e parë ka qenë Corso Garibaldi, që është shumë afër Breras. Dhe nëse do kem mundësi nesër do t'ju tregoj më specifikisht ku.
shkëtëm tek planetari këtu, afër Porta Venecias, sepse ishte hapur dhe ishte një ekspozitë e meteorave dhe gjithashtu shfaqej tabela periodike reale prekshme. Ishte shumë interesante për aq sa ishte ekspozita e vogël, sepse sigurisht është vonë dhe ishte mbyllur, por organizoheshin me data të caktuara se pash tabelën jashtë dhe bëje biletat, rezervimet. Çfarë më bëri përshtypje në gjithë këtë gjiron që jemi duke bërë goxhan këmbë është që Milano po mbyllet herët, ndryshe nga më përpara. Ka më pak turista, më duk mua këtë herë, nuk e di sepse është e premte dhe duhet të ketë më shumë lëvizje. Dhe gjithashtu, çfarë vura re në Corso Buenos Aires është shumë dyqane ishin mbyllur dhe kishte shumë hapësira bosh që jepeshin me qira. Gjë që në 10 vite që kam jetuar Milano s'kishte bërë vaket kisha parë. Dhe aty po thosha heket që më jep pak ndjesinë sikur ka krizë ekonomike, po që ka krizë ekonomike e dim gjithë se ka në Shqipëri, ka edhe në gjithë vendet e tjera të Europës, por e vura re dhe këtu në Milano. Më bëri shumë përshtypje, më la pak një shije të keqe trishtimi, se do të kuptoni që Milano është pak edhe qyteti im dhe është një nga qytetet me ekonomi më të mirë në Itali. Kështu që imagjinoni se çfarë ndodh në vendet e tjera të Italisë. Dhe kemi bërë 25.000 hapa. Funda ime e kuqe, ndense gjithsesi ja kaluam mirë sepse bëm muhabet për shumë vende. Pa shumë gjëra që ishin ndryshuar, ishin mbyllur, siç u shpjegova edhe pak më parë. Një gjë që më bëri shumë habi ishte që ishin hapur shumë dyqane të Victoria's Secret, që më përpara nuk ka patur, përveç se në duty free, këtu në Milano flas, dhe tani kishte dyqane shumë të mëdha të Victoria's Secret, madje këtu në Corso Buenos Aires më duket kishte marrë vendin e Desigualit që ka qenë. Dhe ishte bërë Victoria's Secret, gjithashtu te ku ka qenë Excelsior Milano, që unë punoja kur kam qenë në universitet, edhe aty ishte bërë Victoria's Secret shumë i madh. Një gjë tjetër që më bëri përshtypje ishte 2 pistat e reja për sa i përket biçikletave. Në Corso Buenos Aires nga të dy anët, nga 4 korsi, kanë qenë 2 korsi dhe kanë qenë parkime. Në vend të parkimeve kishin bërë 2 korsi për biçikleta dhe sapo e kishin bërë këtë gjë se dukej që ishte e re. Dhe kjo më bëri përshtypje, përveç faktit që ju tregova për sa i përket dyqaneve. Gjithashtu dhe në San Babila, aty ku njëherë një kohë merja autobusin, ishte bërë pedonale, pra ishte hequr komplet rruga për kalimin e makinave dhe ishte mbyllur gjithashtu McDonald's që ka qenë aty, por nesër do kem mundësi të shoh më mirë, se sigurisht ka ndryshime në këtë kohë. Sepse nuk janë pak, janë gati 6 vite jo gati, që nuk kam ardhur. Herën e fundit nuk kam qenë me Ekrin, kam qenë edhe një herë vetëm tjetër, por duhet vi pak më shpesh tani. Le të shohim se çfarë kam këtu tek gift bagu i eventit të shokut tim të universitetit që ndoshta e takoj nesër dhe do ta pyes nëse ka dëshirë të dalë edhe në vlog, sepse ai pavarësisht se është tashmë një artist që po merr dhe famën e vet, por nuk e tregon asnjëherë fytyrën. Dhe kur ka qenë në Shqipëri dhe në Kosovë, sepse ai ka qenë para 3 vitesh, ka ndetur një javë, disa ditë në Shqipëri, disa ditë në Kosovë, kemi qenë edhe tek manifesta me të në Prishtinë, është kënaqur shumë dhe ndoshta do vi sërish. Edhe atëherë nuk tregonte fytyrën, kështu që. Okej, dhurata e parë është nga brendi La Fer, që është një brand që bën produktet handmade. Kjo është gift bagu nga La Fer dhe shife sa interesante, e kanë bërë me chain që mund të hiqet kjo chaini dhe mund të ripërdoret. E pe hekër? Dhe shumë interesante kjo gjëja, bravo, hera e parë që shikoj këtë gjë. Dhe këtu kemi një kuti. Shohim se çfarë ka, se të dy kemi nga një gift bag dhe do shohim nëse janë të njëjta dhuratat. Kam përshtypjen që këtë dhuratën që është do ta ketë bërë me Wilmerin, po. Është një Infinity, unë e kam me blu. Po ti çfarë ngjyrë ke? E blu. Do ta ketë bërë në bashkëpunim me Wilmer në bazë të temës ekspozitës.
Dhe besoj që kjo do jetë në argjend, po, ka stampat, po. Është kodi, po është shumë i vogël, dhe që ka shumë i bukur shkon, që ka vërtet shumë i bukur. Dhe është dhurat me vlerë, në fund, mendova se kishte më shumë zakonisht gjëra letre, se sa dhurata, tamam dhurata. Gjithashtu më pëlqeu idea e kësaj qenit që mund përdoret sërish. Kemi një cop edhe këtë, kjo është Farway Milano për Will Paquar dhe është një thank you for visiting dhe thot që është një brand, kjo Farwear, për veshjet e fëmijëve që punon në respektim të ambientit me një approach transparent në të çdo detaj, zgjedh produktin 100% natyral, në mënyrë artizanale dhe këtu kanë zgjedhur këtë mënyrë për treguar, sepse të të shpjegoj pak gjithë situatën. Është shumë brende që kanë mbështetur, janë sponsor dhe janë bashkëpunëtor të Wilmerit për të bërë këtë shfaqjen dhe kanë gjetur secili mënyrën për ta treguar këtë bashkëpunimin dhe Hekri ka një lloj cope tjetër, unë kam këtë copën këtu. Sigurisht sepse ato nuk mund të bënin rroba për fëmijë dhe të na dhuronin rrobat për fëmijë, po në këtë mënyrë kanë treguar dhe kanë shprehur bashkëpunimin. Nëse se unë nuk është se përktheva fjalë për fjalë këtë, thjesht ju dhash pak të thelbin. Pastaj kemi, është një pjesë e pikturës së Wilmerit. Origjinale. Po, thot është realizuar në ngjyrën origjinale që përdor Wilmer në veprat kryesore, që ka realizuar Ethereal Realism The Origins. Karta thot kjo letra është një vepër unike thot dhe autentike dhe është pjesë integrale e projektit artistik thot. Dhe ka një kod të koleksionizmit, ja 022 thot, dhe nëse thot do që të marrësh kartën që tregon autenticitetin e kësaj vepre, do të dërgosh një email thot dhe e merr. Pra ka vlerë ta ruajmë bashkë me pikturat. 027, në rregull, shumë interesante, shumë ide të bukura. Pastaj kemi këtë Lombardia del Fare, thot është një si tip, besoj që janë këto dy entet që merren me organizimin e këtyre eventeve në Milano. Dhe faktikisht e pash, sepse gjatë eventit kishte një stand të tyre që merrin regjistronin njerëzit. Pastaj kemi këtë, kjo është okej. Jam duke regjistruar me kamerën e Hekrit se imja falimentoj. Ishte një brand gjini që përgatiste koktejlet dhe ne i kishim të përfshira në event, se ishim tek lista e VIP-it, si që tash e këtë hajde edhe një herë në Milano VIP dhe ky brand i gjinit ishte shumë i mirë, ishte sicilian dhe bënin dy lloj koktejlesh, një bënin çfarë ishte, një koktejl ishte që merrte Hekri, gin tonic, kurse tjetri ishte me ginger edhe si tip citro, ishte pak i athët, ishte më i mira e Hekrit, por Gjini kishin shumë mirë, ishin me 16 lloje erzave. Po, thot Hekri gjinit ishin shumë të mira, se ishin me 16 lloje të erzave dhe Hekri e njeh pak sepse e ka ndërpjet e preferuar, unë njoh shumë, kështu që por ky Stirlapsi është nga i Brem, që është gjin Valle, që quhet. Pastaj, tjetër, kemi këtë dhuratën tjetër nga Odela.it dhe quhet Simone Montanaro. Po, do ta hap ta kuptoj se çfarë është. Hape. Ja, Hekri po e hap. Po unë se kam atë, unë e kam ndryshe, kam të kutin. Po unë e kam e qesë dhe me e kam dhe këtu një... Hekri e ka ndryshe, unë kam të kutin. Dhe e fundit, një letër. Që është pak edhe për shkrimi i të gjithë veprës, punës Wilmer.
dhe shpjegon pak edhe me sa di edhe jetën e tij dhe gjithashtu pak edhe për qendrën Brera, e cila kishte, le të themi, pranuar dhe këtë ekspozitën dhe kishte sponsorizuar këtë ekspozitën për Will. Edhe dhe thot që kjo qendra nxit zhvillimin dhe pjesëmarrjen e artistëve, qytetarëve dhe kompanive kreative. Dhe kështu më pëlqeu shumë, them drejtën, ky gift bagu ishte shumë i veçantë dhe nuk kisha asnjëherë marrë një gift bag të tillë. Më pëlqyen të gjitha idetë dhe përgëzojmë Wilmerin për radhë parë për iniciativën, për artin e tij dhe për këto dhuratat e bukura. Dhe faleminderit dhe që na ftoi. Ai faktikisht më ka ftuar shpesh herë, shumë herë, por unë e kam pasur gjithmonë pamundur dhe tani më ka thënë që do më ftoj në Paris të shohim. Nesër do të takojmë dhe do na tregoj më shumë. O, sa e mirë që ka kjo aroma. Po, edhe ke një shigjet këtu. Do ta gjejmë në internet këtë brandin çfarë. Po, do ta gjejmë se s'bën dhe të kuptojmë se çfarë është, sepse Ka vizit shkruan the fragrance. Okej, kush e di ndonjë koncept i ri, po që ka aroma shumë e mirë. Në rregull, ky është vlogu i parë i udhëtimit tonë në Milano. Nesër do kemi një vlog tjetër dhe ne ju përshëndesim.